Nëse keni tension të ulët, hani këto 5 ushqime dhe do të shpëtoni. Shikimi i turbull, konfuzion, marrje mendsh dhe bulezë janë disa nga simptomat e tensionit të ulët. Disa nga zgjedhjet që mund të bëni për momentin derisa të konsultoheni me mjekun. Ndiqni këto ndryshime në dietën tuaj për të rritur tensionin e ulët. Pak krip nën gjuhë sjell një sër të mirash për tensionin, më shumë edhe më shpejt se çdo gjë tjetër. Hidratimi i mjaftueshëm me lëngje të mundshme të pasura me elektrolite do të përmirësojë arritjen e tensionit të ulët. Konsumoni një kup me kafe. Të ngriturit me majrat e gishtave për të pompuar gjakun lart mund të jetë një alternativë shumë e mirë. Të shtrirët me këmbë në nivel pak më lart se koka do të përmirësojë gjithashtu nivelet e të tensionit. Nëse ju bie tensioni shpesh adresojeni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar dhe për të evituar edhe shkaqet e tij.